pse I përgjigjesh veç PD-s, thotë ky, kur fillon shpërndarja flet vetë, pse I përgjigjem veç PD-s, unë si përgjigjem PD-s, fare, unë s'di ku është PD-ja, unë I përgjigjem, unë flas, abilas përgjigjem, flas për kënetën, këneta, aleanca për kënetën madhështore. Dhe jam shumë I prekur që Kujtim Gjuzi, që posedon të vetmen gjë madhështore që kanë atë aleancë, mustaqet e tij, është lënë më njanë. Dhe patjetër, jam ndjer keq kur kam parë Selami Jenisherin, I cili e ka denoncuar koalicionin me fjalët më të rënda dhe është shkëputur prej tij. Patjetër. Si mos I përmendim këta? Se ne me këta po garojmë. Këta janë qepur Shqipërisë këmba këmbës kaq që viti 1912. Ndryshojnë vetëm fytyrën, ndryshojnë emrin, ndryshojnë temat, po është e njëjta kënet. Është e njëjta kënet, është e njëjta specie që e përndjek Shqipërinë dhe me cilën do mbyllet filmi në momentin që do hyjmë në Bashkimin Evropian. Okej. Unë besoj që po në Lezhë a ke një mendim apo Shëngjin, në Lezhë ka mendimin që jemi në rrugën më të mbarë mundshme, kemi përfunduar edhe procesin për Milot Baldrenin, firmos edhe kontrata së shpejti, fillon edhe Milot Baldreni, ndërkohë që projektet që po bëhen nën hyqmin e të madhit Pirindreu atje kryetarit Bashkisë Lezhës për zhvillimin e turizmit janë spektakolare dhe bregdeti I Lezhës, siç e ka thënë Pirindreu, se duhet me e citu korrekt Pirin, do të jetë si bregdeti I Spanjës.